Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Pëson goditja dhe projekti infrastrukturor që lidh Prishtinën me Shkupin. Mediat raportojnë se faza e dytë e rrugës Shkup-Blac me gjatësi prej 12 kilometrash rrezikon të mos ndërtohet si autostradë, por të reduktohet në një rrugë të shpejtë. Sipas informacioneve të siguruara, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me Maqedoninë e Veriut i ka kërkuar ndërmarrjes shtetërore që të përgatisë një analizë për këtë segment, me qëllim vlerësimin nëse ndërtimi si rrugë ekspres do të ishte më i lirë dhe më i arsyeshëm ekonomikisht. Kjo lëvizje nënkupton në praktikë braktisjen e konceptit fillestar për autostradën. Arsyet kryesore për këtë devijim, sipas të njëjtave burime, janë mungesa e mjeteve financiare dhe vlerësimi se përfitimi ekonomik nga kjo rrugë është i kufizuar. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, ngriti shqetësimin se Ministria e Transportit dhe Lidhjeve ka kërkuar analizë zyrtare për të ulur projektin e autostradës Shkup-Blac në rrugë ekspres, ndërkohë që tenderi ekzistues për autostradë mbahet pezull. Përmes një postimi në profilin e tij, Osmani informoi dhe për anullimin zyrtarisht të lidhjes Struk-Qaftan me Shqipërinë. Sipas tij, të dy vendime në dy pika kyçe nuk janë rastësi, por veprime të qëllimshme dhe të hapura për shkëputjen e vendit nga Kosova dhe Shqipëria. Për ish-ministrin e jashtëm, vendimet e qeverisë së VMRO DPMNE-s dhe Vlenit janë në përputhje me logjikën e politikave të botës serbe. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Antarësimi i Kosovës drejt Bashkimit Evropian ishte në thelb të takimit ndërmjet kryeministrit Albin Kurti me presidentin francez Emmanuel Macron në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Kurti informoi kabinetin mbi takimin 120 minutësh me kreun e Pallatit Elizes në Paris. Me presidentin Macron biseduam për rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Krahas asaj, shefi i qeverisë informoi dhe për rolin e rëndësishëm dhe të vazhdueshëm të NATO-s në Kosovë për bashkëveprimin me aleatët veri atlantik dhe për sigurinë rajonale në Ballkan. Për bashkëveprimin me aleatët veri atlantik dhe për sigurinë rajonale në Ballkan. Forcimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe raportet me fqinjen verior të Kosovës ishin çështje të cilat në kontekst të sigurisë së vendit tonë i diskutuam me presidentin francez. Kosova miraton dërgimin e trupave në Gaza. Në mbledhjen e qeverisë u miratua vendimi për të dërguar në kuvent projektligjin për dërgimin e trupave të Forcës së Sigurisë Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Eyüp Maqedonsi deklaroi se vendimi është ndërmarrë në kuadër të bashkëpunimit me aleatët ndërkombëtar dhe në përputhje me detyrimet ligjore dhe ndërkombëtare. Dërgimi i FSK-s në këtë mision përfshin pjesëmarrjen e personelit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në kuadër të komandës së unifikuar të Forcës ndërkombëtare të stabilizimit, e cila ka për mision të mbështesë zbatimin e planit gjithëpërfshirës për të dhënë fund konfliktit në Gaza. Maqedonsi garantoi se operacionet e Forcës ndërkombëtare stabilizuese do të kryhen në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara të drejtën ndërkombëtare detyruese të zbatueshme, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, rregullat e angazhimit të Forcës ndërkombëtare stabilizuese, marrëveshjet e zbatueshme për mbrojtjen e statusit dhe instrumente të tjera detyruese. Ky angazhim është në përputhje me rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila ka krijuar kornizën ndërkombëtare për stabilizimin e situatës në Gaza dhe mbështetjen e një force të përkohshme ndërkombëtare me fokus në siguri, stabilitet, mbrojtje të civilëve dhe mbështetje të përpjekjeve humanitare. Ndryshime në drejtimin e Forcës Ajrore të Shqipërisë, presidenti Bajram Begaj dekreton General Brigade Edmond Abbas Voci në detyrën e komandantit të Forcës Ajrore. Voci zëvendëson në detyrë General Major Ferdinand Vasil Dimo. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.